Edi Rama jo rastësisht hodhi një frazë bombastike në podcastin e kësaj të diele. Ai e dinte se çfarë po bënte dhe pse po e thoshte. E dinte mirë që do kthehej në krye titull për faktin se e ka thënë kryeministri. Incidenti që përmendi nuk ishte as i ri dhe as i padëmshëm. Ai kishte ndodhur prej kohësh në kryeministri dhe kishte alarmuar seriozisht partnerët ndërkombëtar, pikërisht sepse përbënte një ndërhyrje të drejtë të pushtetit ekzekutiv ndaj drejtësisë së re. Për këtë ngjarje ka patur përplasje të forta, jo vetëm verbale, mes Edi Ramës dhe përfaqësuesve të rëndësishëm diplomatik dhe politik. Nga njëra anë qëndronin SPAK dhe BKH, pra SBA dhe BE. Nga ana tjetër qëndronte vetë kryeministri. Ishte një proforce e hapur, ose cila palë testoi kufit. Por çfarë ndodhi realisht? Oficerët e BKH-s nuk shkuan për herë të parë në kryeministri. Ata kanë hyrë edhe më parë në disa raste, gjithmonë me mandat të GKK-s për të marrë dokumente, për të komunikuar me persona që kishin dieni për hetime penale apo për të sekuestruar materiale zyrtare. Kjo ka ndodhur edhe në hetimin e inceneratorëve. Janë tërhequr vendime origjinale të Këshillit të Ministrave. Asnjëherë nuk janë penguar. Të herë ndodhi ndryshe. Oficerët e BK-s jo vetëm u ndaluan, por u çarmatosën. Ky veprim nuk ishte procedurë sigurie, ishte mesazh politik, ishte përplasje e territori, ishte thirrja e qartë, tu nuk hyni. Të frazë kishte artikuluar publikisht edhe Baton Haxhiu, zëri mediatik i Edi Ramës, një muaj më parë kur shkroi se kishte një kufi që drejtësia nuk mund ta kalonte. Ajo që ndodhi në kryeministri ishte zbatimi praktik i kësaj doktrine. Ngjarja përbën një puç institucional në kuptimin e plotë të fjalës. Roja kombëtare e hetimit nuk është policia e qeverisë, nuk është nënvarësinë e Ministrisë së Brendshme, nuk është strukturë administrative, është polici gjyqësore e drejtësisë speciale, e krijuar për të hetuar pikërisht qeverinë, korrupsionin e nivelit të lartë dhe krimin e organizuar. Kur BKH hyn në një institucion shtetëror, nuk hyn sipas dëshirës, hyn me mandat prokurorie dhe vendim gjykate. Çarmatosja e saj nga garda është një akt flagrant i paligjshëm dhe provokativ, një akt që rikthen kujtesën tek 21 janari 2011, kur Sali Berisha përdori gardistët për të bllokuar drejtësinë. BKH nuk është policia e zakonshme, është struktura ku uniformat blu nuk hyn, ka kompetencë ekskluzive për korrupsionin e pushtetit të lartë. E pikërisht për këtë arsye, hyrja e gardës nuk ishte incident, por sfidë. Ajo që Rama tentoi nuk ishte çarmatosja teknike e disa oficerëve, ishte ultimatum politik ndaj ndërkombëtarëve, ishte përpjekje për treguar se kryeministria është kulla e tij dhe se aty vendos ai. Por mesazhi që mori nuk ishte ai që priste, siç mësohet, askush nuk u friksua nga ulërimat e kryeministrit. Kundrazi, është bërë qartë se kryeministria nuk është pronë private, nuk është fortesë personale, është ndërtesë shtetërore dhe pushteti aty është me qira. Madje siç thuhet me ironi të hidhur në qarqe diplomatike, edhe parkun e Edenit e Kapaleje dhe qirat herët avon mbarojnë. Ky ishte thelbi i incidentit dhe për këtë arsye Rama e solli në podcast, jo për ta shpjeguar, por për ta normalizuar. Por ajo që ndodhi nuk ishte normale, ishte paralajmërimi i rrezikshëm për ndarjen e pushteteve. Dhe ky është momenti ku loja e vjetër e forcës fillon të kthehet kundër atij që e nisi.